lind pyetja si ta shfrytëzojmë, si të marrim ato frytet më të mira prej kohës tonë dhe jetës sonë. Së pari, vazhdimësia në punë të mira. Vazhdimisht ta veprosh veprën e mirë dhe punën e mirë, qoftë dhe e vogël. Pra një vepër të mirë bëje vazhdimisht, sigurisht krahas obligimeve të mëdha, krahas namazit, peskove, krahas zekatit, agjerimit dhe kështu me radhë. Një vepër të mirë, qoftë dhe të vogël, bëje në mënyrë të vazhdueshme. Namazin e vitrit mos e li asnjëherë. Për shembull, ose një vepër tjetër, sadakan, vazhdimisht. Nëse e ket lehtë këtë vepër, vazhdimisht frekuentoje dhe veproje atë. Organizimi i ditës. Organizimi i ditës tënde, pra dita jote të jetë organizuar, jo të jetë rrëmuj dhe anarshi. Të jetë e renditur, e organizuar mes adhurimit të Allahut të lartësuar, mes punës tënde të përditshme dhe pushimit. Pra të japësh hakun gjithçkaje. Së treti, lënia asaj që nuk është e dobishme, e cila nuk të bën dobi, e cila ty nuk të duhet dhe nuk të intereson. Thot profeti alayhi salatu wassalam, prej islamit të bukur, prej islamit të mirë të njeriut është lënia asaj që nuk i bën dobi, që nuk i duhet dhe që nuk i intereson. Së katërti, vërtetësia me veten tënde. Pra ti jesh i vërtet, ti jesh i ndërgjegjshëm për atë që e bën. Ti jesh i sinqert me veten dhe ndërgjegjen tënde. Si kjo, pra ti jesh i sinqert, i vërtet duke e kontrolluar veten, nefsin, duke marrë në llogari atë dhe duke mbikëqyrur atë. Po kështu mbushje e kohës me gjëra të mira, gjëra të dobishme, leximi i Kuranit, dituria, puna, bamirësia ndaj prindërve e kështu me radhë. Mbushje e kohës me gjëra të dobishme, mbushje e kohës me gjëra që janë dhe të dynjas, po që janë dobishme. Një piknik, një ekskursion, vizita të afërmve, një sport i dobishëm, një art i dobishëm e kështu me radhë.